Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një lajm sot që pritet në gjithë opinionin publik me mjaft interes. Gjykata e lartë pritet marrë vendimin sot nëse për masën e sigurisë të zotit Erion Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës në detyrë, sepse pavarësisht se ai ishte izoluar me mas arrestin në burg në burgun e Durrësit, ai ende ushtron zyrtarisht detyrën e kryetarit të bashkisë, por pritet masa e arrestit, ndryshimi i masës së arrestit. A do vendosë gjykata e lartë dhe janë të gjitha opsionet përsëri në burg, detyrim paraqitje, ndalim pasaporte, por ndoshta dhe lirimi i tij. Gjitha këto opsione do t'i diskutoj me një koleg që kam shumë për zemër, unë e di se si e kam lidhur, e kam marrë, e kam sjell këtu në emisionin Dekalog, po unë e çmoj për një natyrë shumë të veçantë se si moderon hapësirën e tij televizive në Euronews. Kjo është edhe për shkak edhe të një përvoje po aq të suksesshme që ka ai në disa televizione. Thimi Samargjiu, me u. Thimi Samargjiu, faleminderit që Roland, shumë faleminderit. Kënaqësi shumë të jem në studion tënde. Ti prej vitesh je mysafir i studiove të mia, kështu që erdhi koha me shaka të kthej dhe unë borxhin dhe jam shumë i njohës. Unë të kam thënë shpeshherë që unë nuk dal në për studio për mungesë respekti. Unë vdes për të marrë ata që nuk dalin. Jo për mungesë respekti ndaj kolegëve, por sepse ti kur je në një debat, është ndryshe kjo intervistë që ne bëjmë bashkë, por kur je në një debat televiziv, ti duhet të mbash një krah. Dhe duke qenë se ne jemi gazetarë. Ti japësh opinionin tënd më saktë. Duhet të kesh mendimin tënd. Patjetër, por ti duke qenë gazetar duhet të jesh i rezervuar, sepse nëse ke një mendim që nuk e shkon për shtat, për fatin e keq politikës ose një krah politikës, nesër pas nesër atë do duhesh ta kesh në studio. Si të ka ecur emisioni? Mirë themi, është orar interesant, Roland, di shumë mirë, 12:03, është një orar që ka shumë zhvillime. Për fatin e mirë ka zhvillime, për fatin e keq shpeshherë ndodh, siç kemi ndodhur bashkë, kam thënë Roland, lutem do duhet ta shtym pak se del Berisha apo del Rama. Di çka ke të veçantë? Ke marrë personazhe që si ka marrë askush. Bravo. Sepse kjo është betejë. Ke marrë personazhe shqiptar që si merr askush, veçanërisht të huaj. Unë e di që ti ke shumë për zemër italianët dhe antimafjes. Në kuadër për kujtimoreve të Falcones. Se do të pyes për dhe sidomos ajo që ti bëre, që shkove me kamerë vetë në Izrael dhe transmetove dhe raportove prandaj, është me të vërtet një diçka jo thjesht e mirë për ty, për dhe për media shqiptare dhe bravo. Është e mirë, Roland, po për fatin e keq unë pata shumë post atij reportazhi, atyre liderëve, pata shumë siç jemi ne shqiptarë, që asnjëherë nuk kënaqen, domethënë, ose ata që janë pas tastierës, që bëhen trimat e Facebookut. Trimat e Facebookut. Filluan duke sharë. Qeta e Facebookut. Pse nuk vajte ti në Gaza, pse nuk bëre ti këtë? Unë mundoja të shpjegoja që nuk është mungesa e dëshirës për shkuar në Gaza, po ishte ushtria dhe nuk lindë të kaloje për të hyrë në Gaza, sidomos që ishte një javë mbas kërkoni llogari. Po, pse nuk vajte ti në Gaza? Nese, dhe unë e marr tani të marr me sportivitet. Ti duhet bëj këtë që përpara se të nisë që ta merri këtë në telefon, më fal. Jo, por nuk ishte një. Ky është problemi, nuk ishte një, ishin shumë. Dhe pjesa më e madhe thonim pse nuk shkove ti në Gaza. Po, nëse është e kot lodhesh. Cili është personazhi që fton me shumë dëshirë në studio? Në studio apo te emisioni yt, te hapësira jote? Ka shumë personazhe interesant. Siç ti e the Vetland, un kam shumë pasion, le të themi një lidhje shumë të fortë me historitë e mafjes. Me historitë e Falcones, Borselinos dhe një nga personazhet që Costanzo ka qenë shoferi i Falcones që shpëtoi vetëm 33 vjet përpara sot. Se ishte në datë kur u bë atentati Kapaqit. Dhe personazhet italianë janë shumë. Nuk do doja të veçoje dikën nga Shqipëria, sepse po të them Roland Qafoku të gjithë do marrin sikur po i bëj qokën Rolandit. Po të them, ku di unë, Genzburimi, kolegun Genzburimi që e kemi shumë mikë dhe Flak është Genzburimi. Flak. Dhe para pak ditësh u zu me Leonard Dollin, që nuk e uzu. Debat Fal, me kë nuk është zënë. Jo pa, kur themi Leonard Dolli, ti e njeh shumë mirë, e kemi dy shumë kolegë. Është shumë paqësor dhe pati një konflikt me tur për ty, siç e ka Genci, por në fund fare Genci me atë elegancën franceze i kërkoi ndjes Nardit, tha ti di që unë kështu jam në debat. Jo, Genci kërkon ndjes, po pastaj prapë kthehet aty. Po ta kesh prapë Nardit prapë. Po ja, patjetër, por është në kuadër, ishte në kuadër të batutës se kjo se Genci realisht unë e vlerësoj shumë Gencit sepse ka disa mendime ndryshe nga shumë kolegët tanë këtu në Shqipëri. Ndoshta duke qenë se jeton prej vitesh në Francë dhe është më i çlirët për të thënë mendimet e veta. Mund mos bijem dakord me mendimet e Gencit. Por ai thot gjëra dhe për të unë e vlerësoj te ku Gencit. Prandaj po them, nuk doja të thoj një emër shqiptar,
sepse do të ngeli hatri dikujt tjetër ose do thonë që po bëj si qok ndaj Rolandit, ndaj X-it, ndaj Y-it, por thash personazhet që unë i ftoj gjithmonë ndonjëherë nuk kanë shumë klikime, siç kërkojnë to, janë personazhet nga Italia. Domethënë edhe pse histori që unë i dua shumë, edhe vazhdoj unë do t'i bëj atë histori. Do t'i bëj intervista sepse nuk më intereson nëse merr shumë kohë apo jo. Rëndësi ka që ata që shohin janë shikues cilësor, siç është Roland Qafoku, që gjithmonë kur unë kam një personazh, gjithmonë telefonin tim vjen një mesazh nga Landi, ndjes se po letohem me Land, por për shkak të miqësisë dhe njohjes vjeçare shumë vjeçare që kemi, dhe jemi kolegë. Këto personazhe i dua shumë, i dua. I fton me shumë dëshirë këta nga PS apo nga PD-ja? Nuk është opinion, ky thuhet. Jo, nuk ndali tjeti shumë mirë Roland. Nga PD-ja është më e thjeshtë për të marrë në studio. Po nga PS? Nga PS duhet kaloj shumë filtra. Dhe tjeti. Domethënë për të marrë një deputet të PS-s duhet të flasësh me X-in, se s'po përmendim emrat. Lëre pastaj ministra. Domethënë ministra është një hall më vete. Do duhet marrësh Mia. Jo, më letë merr Edi Ramën se merr ministra. Po. Jo, është e vërtet. Ja. Jo, është e vërtet. Nuk jam i vetmi unë, ë? Jo, patjetër. Zoti kryeministër është më lehtë të marrësh ty se sa të marrësh ministrat. Patjetër. Dhe jo vetëm kur dhe i merr pastaj dhe pastaj jo u delni. Punë kjo çështje tjetër. Dhe jo një dy, po shumica. Është e vërtet. Është shumë kollaj, mund të marrësh tamam. Mund të shkruash Edi Ramës. Jo, ka dhe ministra shumë korrekt, du ta themi edhe këtë. Patjetër që ka, nuk po them. Ka korrekt. Dgjoj, ata mund të për te asaj për shembull Blendi Gonxhe, më korrekti që paktën me mua, është treguar shumë korrekt. Dhe unë ja vlerësoj atë, mund të ketë gjë shumë si ka. Ai është treguar korrekt, po ka dhe ministra që nuk tregojnë korrekt. Dhe ky është problemi që ti edhe mund të jetë korrekt ministri, pastaj është kjo zyra e famshme e koordinimit, që është ajo që duhet vendoset ja këkën e fundit. Mirë, shiko, kjo ka dhe një gjë se një parti dhe sidomos kur është në pushtet duhet të ketë një organizim tillë, sepse pastaj bëhet që organizim është më kollaj të marrësh nga PD-ja, sepse ata janë opozitë dhe kanë më kollaj dhe do duan të flasin. Dhe andaj s'vin më. E ke marrë një herë të moralizotën ti? Po duhet le ta bëj një çek me që jemi live. Jo, merren telefon tani live. Jo, le nuk e marrim të marrim. Le se është ka punët e riorganizimit dhe nuk e di se do shkoj. Se më duket se do ikë edhe si nën kryetar apo jo. Pra domethënë herën e fundit që kam shkuar të morë ka qenë në 30 janar 2025. Dhe them si të kam, nesër do kesh shkon në orën 12, nesër jam full. Më shkruan dhe ky është komunikimi i fundit që un kam me çfarë është full të morri më bë. Në 2025 komunikimi i fundit që kam pasur. Se po shikoja tani për çfarë është full më, për çfarë? Ndoshta nuk e di se si mund të ketë qenë periudha atë çfarë ka qenë janë. Okej, zbresim në tokë. Zbresim në tokë. Si e pret sot vendimin për Erion Veliaj? Unë edhe dje kisha emision, kisha avokat, sepse duke qenë se është çështje më shumë tani ne mund ta themi juridike, po është politike e pastër. Është politike e pastër, nuk ashtu. Sado që ne ta kamuflojmë, sado të kamuflohet, është një çështje 100% e pastër politike ku do ketë impakte cili do vendim që do merret. Ti e the, janë të tre rrugët. Si e thash përpara emisionit. Po. Jo, më thuj tani. Okej, janë të tre opsionet. Edhe lirimi, ndryshimi i masës nga arrest në burg në arrest shtëpi, ose na detyrim paraqitje, ose bllokim pasaporte, ose lënia në fuqi pra i vendimit. Pra, të gjitha ai ti marrim me radhë. Po i marrim. Nëse ai do të thonë e lënë në burg, ai do vazhdojë njësoj siç është tani. Po. Nëse ai lirohet, në kuptimin që s'ka asnjë më siguri. Menjëherë shkon në detyrë. Ai shkon në zyrë. Menjëherë në detyrë. Do të thonë Erion Veliaj sot nga burgu i Durrësit shkon në zyrë në zyrën e kryetarit të Bashkisë Tiranës. Nëse dhe ka edhe një vit që të mbarojë mandat. Po. Dhe ai vazhdon vështrimin e detyrës. Këtë dilemë kisha dhe kisha dje një jurist që në emision dhe bëj pyetje se thash për të sjellë paralelizmin e pezullimit. Jo tha me të zgjedhurit nuk ekziston pjesa e pezullimit, pra kështu që nuk mund të bëj asnjë mas tjetër gjykata lart përveç se lirim, detyrim paraqitje, arrest shtëpi ose arrest burg. Pra nuk ka opsione edhe bllokimi i pasaportit që është një gjë që dha ajo hap diskutim. Tani këtë pyetje kam që nëse është detyrim paraqitje. Po. Ai shkon përsëri në zyrë. Po. Nëse është arrest shtëpie? Jo. Nuk shkon në zyrë. Ai drejton bashkinë? Ai po drejton nga burgu, Roland. Jo, ai s'po drejton fare nga burgu. I takon të drejtojë. Dakor, por disa vendime i firmos edhe Veliaj. Do të thonë Erion Veliaj aktualisht firmos vendime. Po të shikosh shumë e thjeshtë, janë disa vendime që firmosen si nga zonja Ristani, por edhe nga Veliaj për shkak sepse ai është ushtrues i detyrës, është kryetari i bashkisë. Do të thonë, nëse ai do jetë në arrest shtëpie, ai e drejton bashkinë. Patjetër. Po e drejton nga shtëpia. Do vinë shkresat, ti firmosin në banesë. Do kthej shtëpinë në zyrë. Në zyrë. Siç e bëri Berisha. Po, siç e bëri. Po, jo, Berisha ishte kryetar. Dakor, po flas, po këto ndalim pasaportës pengojnë fare. A kjo është pastaj, nuk e di, duhet parë pjesa e lirive të personave të zgjedhur prapë.
ndalimi i personave të zgjedhur, dhe kjo është një temë që është më shumë juridike dhe unë nuk e kam shumë qartë pjesën. Nëse mund t'i ndalohet dalja e shtetit, gjithmonë merret paralizëm me rastin e Berishës dhe i vendimit gjykatës kushtetuese që rrëzua, dhe kjo është një çështje që mund të hajë një diskutim të vogël, por që nuk e pengon fare zotin Veliaj për të ushtruar detyrën e Tani ka një pyetje tjetër që nëse Erion Veliaj lirohet, pa diskutim ti e the që do ketë impakt në politikën shqiptare dhe në Partinë Socialiste. Do ta diskutojmë këtë, por vendimi sot do ketë impakt. Pyetja ime si do të jetë? A ka mundësi juridike zoti Veliaj të garoj vitin tjetër sepse është 3 mandate. Po vendimi për që u bë 3 kur ishte? Ka fuqi prapa vepruse? Jo, është bërë që me Rama mos gabojmë, që në kohën e Ramës. Sepse po diskutonin disa kolegë dhe ata thoshin që ka të drejtë Erion Veliaj të garojë edhe një herë. Jo, unë e di që Veliaj dhe unë kështu e dija, si ty, që ky është i fundit, s'ka. Po. Sepse nuk ka fuqi. Jo, nuk ka fuqi prapa vepruse, por unë kam përshtypjen që ai vendim është marrë në kohën e Bashës, mos gaboj, ku ka qenë Basha kryetar bashkie i Tiranës. Mos gaboj, nuk dua të gaboj me data. Është çik e diskutuar. Unë e di, siç e di ti, sepse unë kështu isha i bindur që zoti Veliaj nuk ka drejt më. Është hera fundit që pra 3 vjeçari fundit, 4 vjeçari. Tani, nëse Veliaj lirohet dhe shkon në bashki, çfarë ndodh në politikën shqiptare, veçanërisht çfarë ndodh në PS? Çfarë ndodh? Edhe këtu ka shumë skenë, ka shumë njerëz që thonë që Veliaj do hakmerret. Do hakmerret me gjithë ata që sipas. Po si do hakmerret, si Konti Monte Cristos apo si dorojmë do shohim, si thot populli. Dorojmë do shohim si do jetë hakmarrja. Ka njerëz që thonë që Veliaj duke qenë se e di shumë mirë nga kush mund të jenë personat që kanë trastuar, kush mund të jenë personat që kush mund të jetë Nesti Angoni i famshëm. Ka njerëz që thonë që Veliaj dhe ai tjetri bile, si ishte ai tjetri? Ato nuk e kam, se Nesti u bë më i famshëm. Edhe unë harrova. Ishte edhe një tjetër. Edhe një tjetër, por Nesti është person. Edhe unë nuk ashtu, po Nesti na është bërë kështu, personazh. Po sepse lexuam ndosin deri te Nesti dhe nuk lexuam më pas. Dhe ka shumë që thonë që Veliaj mund të hakmerret. Mund të hakmerret, jo me thika, me vrasje, me kështu, po me këto lëvizjet makiaveliste të politikës. Pra sulmet politike, grupeve të caktuara brenda Partisë Socialiste. Ka tjerë që thonë që Veliaj do tregohet gentleman. Në çdo rast nuk besoj se do ndryshojë gjë tek Veliaj dhe nuk do hakmerret, do vijoj karrierën e tij si kryetar bashkie, pastaj me ambicjet për të arritur diçka pasi të përfundojë mandatin e fundit, nëse do jetë i fundit, pra qëndrojmë. Politika nuk është sweet harmony. Jo, patjetër, por nuk e besoj që zoti Veliaj nëse lirohet vendimin personal që do ketë një hakmarrje ndaj miqve të tij. Miqve të tij, po miqve të tij tani ta themi troçën, ta bëj pyetjen saktë tani. Si do si edhe pse e ka sulmuar nga përgjimet Ulsimania, ne kemi lexuar çfarë ka thënë Ulsimania, për shumë figura të tjera. Nuk besoj që zoti Veliaj kur të kthehet do të jetë realisht ai çfarë i ka thënë në burg. Jo, përpara Ulsimania, armiku politik i zoti Veliaj është Belina Balluku. Po nuk e din çfarë do bëj. Sepse edhe zotja Balluku është jashtë, por janë të dy jashtë. Edhe aq jashtë nuk është ajo se brenda ka bashkëpunëtorët e vet. Në qeverinë si tha ai kolegu. Se edhe Veliaj ka. Kjo është qeveria Rama Balluku 2. Po edhe Veliaj ka njerëz. Në qeveri jo, i ka rënë, por nuk ka. Kush është? Kë ka mbështetës zoti Veliaj? Ta themi troç, zotin Toni Goku, ministrin e drejtësisë. Apo jo? E kisha harruar këtë. Jo, nuk e kisha harruar. Jo, po të thuash, ndoshta nuk ka peshën e ministrave të tjerë. Po. Por të gjithë e dinë se ministri i drejtësisë nuk të ndikon dot. Roland, dakord, por ama të gjithë e dinë dhe nuk është sekret që Toni Goku ka qenë një investim personal i Erion Veliaj. Apo jo? Pa diskutim, kjo dihet nga të gjithë. Ai pra nuk mund të themi që Veliaj është i papërfaqësuar. Padyshim nuk është aq i përfaqësuar sa ishte përpara se të arrestohej. Edi Rama, kryeministri Rama, sikletoset nëse lirohet Veliaj? Kjo realisht unë këtë nuk e di. E kam bërë unë të pyetje si mund ndihet Rama, kryeministri Rama, për etik. Si mund të ndihet nëse lirohet Erion Veliaj, duke marrë parasysh atë çfarë i bëri, sepse zoti Rama nisi procedurat për shkarkimin e tij dhe kundërshtit pasaj derisa pasaj vendosi gjykata kushtetuese që zoti Veliaj duhet qëndronte në detyrë. Kështu që kjo është një pyetje që duhet parë realisht se si do të jetë sjellja e Edi Ramës përballë variantit nëse Erion Veliaj lirohet dhe kthehet në detyrë, si do jetë marrëdhënie njerëzore, por ajo pastaj pak intereson ne si qytetar të vendit. E vari Rama Erion Veliajin? E vari si çfarë do var atij? Unë kam qenë atë konferencë për shtyp. Kam qenë dhe kjo është një pyetje që bërë nga kolegu Klajdi Bolli. Të njohim meritën Klajdit, por ka qenë konferenca fund vitit, mos gaboj, dhe unë ka qenë. Po çfarë pyetje bëri Klajdi?
Në fiks fare nuk e mbaj mend, po a mundet zoti Velia të zërvon diçka e tillë? Se unë kisha një pyetje ka qenë periudhë, unë kisha një pyetje për Gencakajn, që thash ishte zëvendës ministri. Dhe të dyja pyetjet kanë qenë shumë interesante se por kjo e Klajdi ngeli. Kjo ngeli kjo e Klajdi Botli sepse është ajo fraza famshme që del tashmë kudo, që do ta varë, do ta gjejnë të varë në një pemë, por nuk e mbaj mend fikse ka kaluar goxha kohë si ka qenë pyetja eksakte e Klajdi Botlit. Mirë, Rama ty ishte një lloj ironie. Jo, ishte në ironi të plot, por nëse do ta gjejnë të varë. Po jo, sot ajo merret tani pritshmëritë e miqve, e bashkëpunëtorëve të Erion Velis ose të atyre që parashikonin politikën për 10-15 vitet e ardhshme mendonin që zoti Veliaj do ta vrisë babajnë e tij politik, siç vrau Rama babajnë e tij politik. Në fakt babai vrau djalin. Po, dëgjoj, unë asnjëherë s'kam menduar që le të them trosh, duke njohur si gazetar, po, zotin Velia s'e ka menduar kurrë që Velia mund ta vriste Edi Rama, ta vriste politikisht. Sepse dalloheshe padyshim një adhurim, le ta përdorim, nuk ka asgjë të keqe. Termi adhurim i zotit Velia ndaj zotit Rama. Pra në figurën e kryeministit ishte një adhurim. Tani ishte adhurim i shtirur apo jo, por prapë zoti Veliaj në asnjë moment, ti e di shumë mirë. Nuk ka treguar kurrë. Tani hajde ta analizojmë. Si ka mundësi që disa socialistë thonë që Erion Velia ka bërë gabim kur erdhi Anthony Blinken këtu, e takoi Veliajin dhe ai ka thënë që zoti Rama pastaj do thënë Anthony Blinken takoi zotin Veliaj dhe pastaj takoi zotin Rama dhe i tha që hap krahun që vi Veliaj kryeminist. Tani këto e thon disa. Po pra, po këta njerëzit e ka thënë vetë Blinkeni këtyre? E bukur kjo. Po jo tani se, okay, oja ka thënë Blinkeni që dëgjoj Veliaj. Ose Rama. Po mirë, Rama tani hajde edhe Velia edhe Rama janë palë. Nëse do të jemi korrektë si gazetar. Të dy janë palë të interesuara që njëra Unë se kam besuar kur këtë skandal. Prandaj po them, nuk. Po atëre. Nëse Blinkeni e ka thënë se u shit në ambientin e Partisë Socialiste që Erion Veliaj, domethënë i ka kërkuar t'i vënë stërkëmsha Edi Ramës. Se kështu u shit. Dgjoj, ti di shumë mirë grupime që kanë qenë edhe më parë, kanë qenë shumë grupime. Tashmë mund të jenë shumë më pak grupime në Partinë Socialiste. Është një grupim që drejtohej nga zoti Ahmeta, pra që është një grup i caktuar që dhe ai tashmë u larguai. Ka qenë një grupim mbi të parë me Samir Tahirin, ka pasur shumë grupime në Partinë Socialiste dhe padyshim ato realisht nuk e duan ta shohin me sy njëri tjetrin. Është politik. Dhe ata duan se cili ka ambicien për qenë më lart se kundërshtari i tij brenda llojit që ndonjëherë është. Do lufta e tyre ishte për të qenë sa më afër Ramës. Po, për të treguar. Po jo për të zvendosur Ramën. Sa më devotshmëri Ramës, më thonë. Po jo për të zvendosur Ramën. Jo, dhe sa. Atëherë pse lufta u kthye në një motiv të tillë që shiko, ky Erion Velia do zërvendti ty. Po kështu tha edhe për Samir Tahirin. Gjithmonë kur shihet një Partia Socialiste e ka këtë dhe ti mund ma konfirmosh mua se ke qenë edhe në kohën e Nanos, edhe pse ka qenë pak më ndryshe atëherë. Gjithmonë ka personazhe që shkëlqej dhe me njerë etiketohen si personazhe, ja, ky është pasardhësi i Ramës. Rastësisht atyre personazheve ndodh diçka dhe pastaj ata nuk janë më pasardhës. Mjafton kujtojmë Samir Tahirin. Samir Tahiri ishte për me gjithë respektin për të ishte për kokë të tij sepse ishte dosja dhe nuk ja bëri kush Samir Tahirit dosjen nga GDF, nga Katania, nuk e solli kushtu. Nëse ka njëri që ka sjellë dosje kam qenë unë. Nuk është historia e vërtetë e dosjes së Habileve, që unë kam thënë shumë herë dhe është një gjë. Ti e solla? Po, nuk është se solla. Ti e di shumë mirë lidhjet e mia me Italinë, ndodh që atë ditë unë do nisesha të nesër, do nisesha për në Kosovë, se ishte periudha e zgjedhjeve, do rija një javë për zgjedhjen në Kosovë. Po. Se po shputim pak nga tema, po është interesante që të sqarojmë këtë. Dhe me kolegun Dario De Luca, që dhe ti e njeh, gazetarin e Meridio News në Katania. Po. Doli lajmi që arrestohet një grup shqiptarësh në Katania dhe unë me një herë i shkruaj e them lutem nëse mund të gjesh vendimin e masës sigurisë, po përdor termin për ta kuptuar gjithë qytetarët, që edhe ti Lanci gazetari i vjetë kronike kupton shumë mirë, po atje vendimet e masës sigurisë nuk janë si Shqipëri, janë 600 faqe dhe kanë edhe përgjime të gjitha gjërat. Dhe diku nga ora, pra kjo një historia në mëngjes, dhe diku nga ora 2-3 e pasdites, e drekës më saktë, më vjen dosja, ma dërgon Dario në email, madje unë do ta kem prap akoma emailin këtu me datën, se i ruaj këto gjëra që ja vlen të ruash, edhe më vjen vendimi i masës sigurisë për Mojsi Abilajn e të tjerë. Edhe okay, po kishte një problem që ishte diku tek
300 ca faqe, po ishte pa search, por nuk kërkoje dot në PDF sepse ishte skanuar. Dhe i them kolegu Dario De Luca, okay, e shpjegoj gjithë historinë sepse kishte dalë në Shqipëri Zagana që thoshte Habilait, lidhja me Tahirin e gjithë kjo histori. Dhe i them Dario, të lutem, i them, atëherë po ndaj me faqe 1 deri në 200 unë, 200 deri në 390 ca ti, dhe po pam këta emra, i thash Samir Tahiri, ministri, apo i dhash disa indicie që ai të kuptonte gjën. Më thuaj, okay. Dhe diku nga ora 9, unë punoja në Top Channel atëherë, dhe diku nga ora 9 Dario më shkruan, thimi në faqen 100 diçka del Samir Tahiri. Se unë po shikoja pjesën poshtë, dhe nuk më kishte dalë ende. Se ndërkohë po vazhdoj me punë tjera, se do bëjmë kronika, ti e di se është një newsroom dhe nuk je fokusuar vetëm tek dosja. Okej, shkoj tek faqja, pasi filloi duke lexuar dhe në atë moment ka qenë emisioni, ka qenë Sokol Balla në transmetim live në Top Story. Dhe unë i them Sokol, i them, i çoj live, i çoj screenshotet nga dosja. Më që pyet, ishte live ndërkohë në transmetim, më thotë, "Je i sigurt?" Po i them, "Urdo." Në fillim thash ka dalë emri i Samir Tahirit. Tha, "Je i sigurt?" Po i them dhe i çoj screenshotet e dosjes. Okej, më thot, në publicitet, pasaj më merr në telefon, se unë isha tjetis godina Top Channel, unë isha në kat 5, ndërkohë që studio ishin në kat parë. Thot, okej, se unë të nesër më do nisër për në Kosovë. Do rija një javë për përgatitur për zgjedhjet. Dhe më thot, okej, them, me që ti e ke parë dosjen, të lutem, ullu bëj një kronikë shteruse dhe lëre gati që nesër kur t'ikësh ta jap në transmetim. Okej. Unë ulem duke punuar deri në orën 2 të natës duke bërë materialin gati, kronikën, e lash për ta lexuar, me screenshote, me pjesën e dosjes. Dhe ndërkohë në fund të emisionit Sokoli thotë që kemi siguruar dosjen pilotë të Moisi Habilait. Dhe ka shumë detaje interesante. Dhe unë mbyll emisionin. Okej, dhe unë në orën 2 të natës mbyll kronikën, e lë gati, i them Sokol është gati, okej. Dhe në orën 6 nisem për Kosovë. Ku hap telefonin, për shembull, sa kaloi kufirin, ora 12 diçka e tillë. Lajmi i parë në Top Channel ishte dosja aty dhe pastaj doli gjithë historia që kush e ka sjell dosjen, madje ishte më bukur që Berisha thoshte që Rama e ka dhënë Top Channel, ndërkohë që unë rria dhe qeshja sepse ishte personazhi që një punë më se rutinë që çdo gazetar e bën me kolegë. Rama e ka dhënë topit për sulmuar Tahirin, se doja dilet tek pjesa e skenarëve që bëhen në Shqipërinë tonë që kur ngrihet një personazh të gjithë duan ta sulmojnë sepse sikur ai do të zërvon në Ramën. Kjo është historia e dosjes së Habilait sepse thash shumë kush ka menduar që na ka sjell, na ka ashtu, kjo është historia e vërtetë e asaj dosje që për fatin e keq, është për fatin e tij të keq të Samir Tahirit i shkaktoi karrierën politike zoti Tahiri, por kjo është jeta. Erion Veliaj i ka dhënë fund karrierës apo restart? Jo, është shumë. E prap, nëse lirohet është restart? Si do të jetë Roland, vetëm nëse fundi i karrierës politike të Erion Veliajt është nëse dënohet. Nëse dënohet, qoftë edhe me një ditë, edhe me €1. Qoftë dënohet me vendim të apelit, pra të formës prerë, se vendim shkallës parë. €1, gjob. Një ditë burg. Ose me kohën e paraburgimit, pra mjafton të jetë i fajshëm, edhe të dënohet me kohën e paraburgimit. Guilty, aty ndoshta, jo ndoshta po ka marrë fund karrierë politike sepse nuk lejohet. Është dhe ligji dekriminalizimit dhe gjithë kjo histori. Nëse zoti Veliaj nëse deli pa fajshëm, e bijon që ndrojnë në burg nuk ka problem, por deli pa fajshëm, padyshim që karriera e tij politike ai shumë i ri për ta mbyllur karrierën politike. Po thot Berisha që 95 vjeç unurova një mikun tim për kryeministër, tani zoti Veliaj që është 40 e diçka vjeç mos ka bërë. Burri ka thënë Lazgushi kur mbushi 90 vjeç, tha, aty isha 70. Se ti e di dashurinë time për Pogradecin, kështu që aty isha 70, tha. Ajo është më lapidar, 90 vjeç mbushja. Ditë i tha, ç'a themi, i tha. Jo të më thoshë aty isha 70 vjeç, tha. Kjo është historia që do Erion Veliaj ti thuaj që karrierën shumë i ri. E ka bërë para. Është shumë i ri. Po tani duhet të flasësh pak si e prej ti marrëdhënien e Erion Veliajt me Belinda Balloku, se këtu është basti dhe këtu është lufta politike. Tani ta dija këtë Roland, do ishte. Jo do ta thoj, po do ta thoni emisionin tim, do thoja, "Ok, do të merret edhe ty të thoshim Roland, hajde se kam zbuluar si të si e parash. Ja, po ishte për batut. Nuk e di. Realisht domethënë duhet të parë Roland se si do ndikojë gjithë kjo historia. Domethënë çfarë do presim sot, se po presim nga momenti në moment, që ta dim, jemi nga momenti në moment pritet një vendimi. Duhet thënë kjo se duhet parë se si do jetë vendimi. Padyshim që edhe zonja Balloku nuk e ka mbyllur karrierën politike, edhe padyshim ajo ka ambicet e saj. Jo, ajo nuk e ka mbyllur, po andaj ka BE-ja kushti numër 1 që i vendosin qeverisë e Tiranës, Belinda çështja Balloku është, nuk është çështja Veliaj. Jo, dakord, po sepse Veliaj është në burg.
Valia u kry. Se ti thoj po doli do t'ja vënë. Jo, tani, jo. Nuk është se doja vën kush, po them, është çështje sepse, okay, ke parë një dokumente që thuhet Belinda Balluku? Pra nga BE-ja, ka një dokument që thuhet ç'është e Balluku? Ka indicie? Jo, Roland, tani ne jemi gazetar. Tani, jemi gazetar. Shkruhet në rreshta, shkruhet që heqja e imunitetit, edhe tjerë. Tani, heqja e imunitetit nuk e ka përthimin Samardgjiu. Dakor, po mund të jetë edhe për të ardhmen. Kupton, edhe për si precedent. Për të ardhmen s'ka, ata nuk parashikojnë që të do ketë një çështje për heqje imuniteti. Ja. Po janë dakord. Padyshim, Belinda Ballukun e kanë. Mirë, dakor pra. Dhe Rama vendosi një bas të madh me refuzimin që i bëri gjykatës. Po. Është basi ti dhe do të dalë. Dhe mbrojti që ka bërë Rama, Belinda Balluku s'e ka bërë asnjërin. Ai zmbrojti Veliej, ai zmbrojti Semir Tahirin, ai zmbrojti Arben Ahmedin. Jo, po duhet të thënë sepse Belinda Balluku ka qenë bashkëpunëtorë e tij më afërt gjithë jetën e tij politik. Këta Arben Ahmedin nuk ka qenë i afërt? Jo sa Belinda Balluku. Me zonjën Balluku ti e di shumë mirë, zoti Rama ishte bashki. Po mirë, po pra domethënë është njeriu i besuar, siç ka qenë zonja Bishga. Që doli në pension tashmë ose si ka qenë, nuk e di, më kujto tjetër. Fuga, e përshëndesim nga nuk është në Shqipëri për vite, për kohë është tashmë, edhe po ndihet shumë realisht mungesa aty. Domethënë jam i bindur që po ti çe fuga. Jo, është vërtet. Ku e shikon ti si gazetar? Tani ne mes nesh fuga kërkojnë ndjes, po edhe fuga e di që ne ishte si Goebbelsi. E kemi thënë të. Jo, thimi Samardgjiu guxoi ta thotë i pari këtë fjalën Goebbelsi. Se kemi thënë. Po jo, e kemi thënë me stesh. Po pra, jo në sensin negativ të gjës, që të them Goebbelsi. Jo, ka qenë pra mendja që i drejtonte të gjithë makinerinë. Do ajo fjala eminenca gri. Po, ishte fuga. Ishte fuga. Po. Dhe Goebbelsi pozitiv, jo negativ, ishte fuga. Tani, se Goebbelsi ka konotacion negativ. Po, jo negativ. Jo negativ në figurën e një njeriu që është mendja që drejton të gjithë gjërat. Dhe fuga ishte i tillë. Dhe tani ti e di shumë mirë, sa shumë skandale pati në këto 11 vjet, le të llogarisim, ka pasur shumë. Sa prej tyre arritën të shpërthenin kaq sa ka shpërthyer ato në një vit? Shumë e vërtet. Ky është bilanci. Le të bëjmë bilancin. Në 11 vjet, le të themi, që fuga ka qenë mendja pas Ramës, ndoshta edhe një herë dhe mendja para Ramës, që Rama bindeshe. Ndonjëherë edhe mendja para Ramës. Po sepse vetëm të dëgjoju. Jo, vetë Rama i ka thënë, vetëm të dëgjoju. Po, fugën edhe fetion. Që do të them dy fëtë që unë dëgjoj që fuga dhe fetiu, ka thënë Rama, fetiu është truproja besnik i Ramës. Dhe ndonjëherë fuga, thash, ishte fuga që flisë para Ramës dhe Rama i bindeshe fugës. Dhe këtë po thoj, në 11 vjet ka pasur shumë skandale se çka pasur në këto 1 vjet e gjysmë, 2 vjet që nuk është fuga. Por në 11 vjet mjeshtria e fugës, për atë është mjeshtri, padyshim dikush mund thotë që nuk duhet funksionojë kështu, po puna e fugës ajo është, pra ai Partia Demokratike kur drejtoi nga Lulzim Basha, jo vetëm do të ta kopjonte, por se arrinte kur atë që bën atë playmakerin patjetër, pra fuga me gjithë, mund ta duash, mund mos ta duash, mund ta urresh, mund ta kesh natë. Por ai është profesion. Pra është puna e tij. Shefi PR-it është profesion dhe fuga ka bërë më së miri këtë gjë. Dhe të gjithë duhet ta njohim meritet dhe ti japim Cezarit çfarë e Cezarit, dhe ti japim fugës çfarë është e fugës, kështu që në 1 vit e gjysmë ka pasur shumë pak skandale ose probleme që mund të ketë pasur Partia Socialiste e Qeveria, se çka pasur 11 vjet. Më dole në të bëj një pyetje të tillë që si ka mundësi që Ramës ikin bashkëpunëtor dhe vinë të rinj, bashkëpunëtor vinë të rinj? Rama e ka paktën nga unë nuk është se njoh shumë mirë Ramën. Unë një herë kam intervistuar dhe ka qenë në distancë, ka qenë në Ulqin, por për fatin tim të mirë më dha atë lajmin që përfundoi Open Ballkani, besoj ti e mban mend atë që erdhi fundi Open Ballkani dhe ka qenë në emisionin. Po. Dhe ka qenë në emisionin tim, kështu të paktën një herë që kam pasur në emision ka dhënë një lajm. Dhe duke qenë te pjesa e këtyre që do të thojë Rama, i ka gjithmonë për zemër prurëteria dhe kjo është gjë e mirë. Por më kanë treguar plot raste pa përmendur emra tani të personazheve që Rama i ka prezantuar me shumë pompozitet tek njerëzit. Dhe janë zhgënjur komplet. Dhe është zhgënjur vetë Rama. Është zhgënjur vetë Rama nga ata. Po mirë, Rama nuk kishte aftësinë për t'i zgjedhur? Rama ka gjithmonë të paktën çfarë më kanë treguar njerëz që kanë bashkëpunuar. E kap entuziazëm. E kap entuziazmin që shikon një djalë si një vajzë shumë talentuar dhe mendon që edhe kur e ka emi Gencaka thotë ti tak shutdown. Jo. Gjë duhet të themi gjë shumë interesante për Gencakën, me që më përmendë. Unë në fillim kam qenë nga ato që kam kritikuar edhe hapur Gencakën,
ti e mban mend, që kam kritikuar, sepse mënyra se si e prezantoi Rama ishte shumë e gabuar. Dhe nëse ta them me troç, ishte Edi Rama që i bëri gropën Gencakajt. Figurativisht, sepse e prezantoi si njeriu që do vinte për shpëtuar Shqipërinë, ndërkohë që Gencakaj ishte 29 vjeçar, shumë i talentuar, shumë i aftë, unë ndryshova mendim totalisht mbasi takova Gencakajn. Ishte një djalë shumë i edukuar, shumë i informuar, ka bërë disa gjëra në Ministrinë e Jashtme ku ishin detyrë që ja vlen, mbaj mend sot për shkak. Nëse ti flet me dikën nga Lugina Preshevës, të gjithë kujtojnë Gencakajn për atë çfarë bëri, që i bashkoi palët. Por ishte faji Ramës se si e prezantoi dhe kjo pjesa e largimit për të kthyer aty, pse ata ikin sepse ose janë pak kënaqur me atë çfarë ndodh në Partinë Socialiste, ose nuk i pëlqen mënyra se si po drejtohet, siç tha zonja Spiropali, që u kujtua tani për të kritikuar dhe jo kur ishte. Por është harruar. Çfarë po bën Elisa? Nuk e di. Iku? Ja, ku do ikë? Këtu është po. Po ç'e s'ka më status, s'ka më. Ja mbylli gojën Rama? Po. Da ajo mbledhja e grupit që i tha do të përjashtoj? Po, kështu që nuk e di. S'ka si zhvillim. Jo, nuk ka. Realisht mua më ka bërë shumë përshtypje. Nuk si po drejton grupin parlamentar Taulant Balla? Dgjoj, për të çdo gjë duket sikur edhe kur nuk kishte Taulant Balla, ne gjithë mendojmë që ishte Taulant Balla kryetar grupi, se ka aq shumë vite në atë post, mund mos ta drejtojë mirë fare, por është lidhur grupi parlamentar me Taulant Ballën. Pra është bërë ky binomi. Grupi parlamentar Taulant Balla, grupi parlamentar Partia Socialiste. Po Niko Peleshi, po ja mbledhin çik aty. Po jam thotë Ulsimanjës, domethënë ishte shumë e bukur. Po pra, grupit parlamentar se. Po pra, patjetër. Se ajo që i bëri Ulsimanjës është ndaj Taulant Ballës. Jo, patjetër, por duket ndonjëherë arrin në pikën Land që kur nuk ke me këtë përballash, do duhesh të krijosh edhe vetë gjërat për të pasur një situatë brenda llojit. S'besoj që ka aktruar Niko Peleshi. Nuk e di. Nuk besoj. Nuk e di. Tani, kishte nga ata që e kanë mbështetur Erion Veliajn edhe hapur, edhe pse kur ishte ai në burg, po shumë pak. Kishte nga ata që braktisën. Po kishte nga ata që ishin kështu të ngrirë. Tani do shkrihen ata? Do ta mbështesin? Si e parashikon? Është interesante, shumë e bukur është kjo. Pjesa kjo që the të ngrirë. Sepse realisht ata që e kanë kundërshtuar unë i vlerësoj. Ata që e kanë mbështetur i vlerësoj më shumë sepse kanë qëndruar është merit kjo, është për të njohur besnikëria ndaj dhe kjo është gjëja që vlen më shumë. Vërtyti më me vlerë është besnikëria që ti ke dhe i qëndron besnik dhe mbështet personin edhe kur është atëherë duhet ta mbështet më shumë kur është nevojë. Këta që ishin në ngrirje, këta janë pjesa më rrezikuar them unë. Ja më të rrezikuarit në këtë çfarë mund të ndodhi, sepse ai që ka dalë kundër paktën tjetër, po unë kam dalë kundër, nuk më pëlqen dhe pik. Por ai që as mish as peshk dhe herë kështu herë ashtu, ajo është pjesa më edhe pjesa më pak e ndershme them. Ka dhe një gjë tjetër që Bashkia e Tiranës ka nevojë për një kryetar. Ja, do, është vërtet. Arrashkitur gjithçka. Shikojmë në rrugë, domethënë kazanët e plerave, nuk e diet ka rënë ndonjëherë te ato kazanët te stadiumi Selman Stërmasi. Roland, unë kam shtëpinë te përballë restorant Durrësit. Po? Tek zona te restorant Durrësit dhe par dje në mëngjes, se mua vjen makina punës që merr çdo mëngjes siç merr gjithë stafin dhe vetëm kur shikoj zbrita për të marrë makinën, për të hyrë makinën, vetëm kur shikoj që është shoferi i makinës që është ja pasionuar mbas bletëve, po shikonte që tek një nga këto kutitë e rrymës elektrike, se s'po vjen. Jo macit, por këto që kanë rrymë, kishte blet. Ishin mbledhur nga 300 blet. Çfarë thua? Po, dhe shoferi që po jepte mendimin një komshiu tim se si ti mblidhe bletët, se ky ishte vetë i pasionuar, sa nëse ke kosher, hajde ti mbledhim të ashtu. Dhe sa juan një kuti kartoni, hodhën pak sherbet që të mblidhen bletët dhe t'i largonin. Pra, bëna një kutie duhet ta kem të vite mos gaboj, nëse mos. Edhe kishte blet. Pra imagjino në qendër. Po mua ta shfaqim këtu. Ja nuk e di, duhet ta kem inshallah. Që është shumë e bukur. Inshallah nuk. Dhe kjo ishte rrugë, ë? Jo, kjo ishte në rrugic, Roland. Pra në rrugic. Si ta them, nuk nga kishin ardhur ato blet, merrej vesh. Ato puna është, nuk e di se sa kohë ato blet mund të kishin aty. Nuk e di. Mirë, ato në një farë mënyrë bën edhe rrezik, ë? Po jo, kjo është problemi kryesor. Patjetër, nuk po e gjej, nuk nëse dhe kishin shumë aty. Dhe as çfarë kokën njëri. Fare. Dhe shoferi im që ishte pasionuar mbas ka kosher, se ai jeton në periferi të Tiranës. I mblodhi? Jo, ndihmoi atë komshiun tim se si ti mblidhte, se sa duhet një kosher, sa juan një kuti kartoni. Që bashkia hiç çfarë bashkia? Të po them pra. Imagjino, mbi 300 blet në qendër Tiranës.
Brenda Unazës. Brenda Unazës. Bë 300 blet brenda Unazës që rrin bëjnë tani Ogerta Manasiliu apo Erion Braçe? Personalisht do mendimin tim. Për kandidat. Mendimin tim Erion Braçe. Erion Braçe? Për mua personalisht. Unë me zotin Braçe në gjithë karrierën time kam pasur shumë përplasje me mesazhe. Jo, kush nuk ka pasur? Kush nuk ka pasur me Erion Braçe tani? Erion Braçe kshu janë marrëdhëniet. Pikërisht. Mund të ketar vetëm një herë në emisionet e mia gjithë këtë periudhë që unë drejtoj emisione, një herë ose 2 herë maksimumi. Por, duke me Ogerta Manasiliu kam pasur më shumë kontakte, e bëra këtë sqarim për të thënë që nëse do ishte për hir të profesionit personale do ishte Ogerta. Por për të mirën e Tiranës, padyshim që Erion Braçe, sepse është të gjithë një Erion Braçe. Domethënë, do jetë njeriu që mund ta mbledhë Tiranën, sepse e kemi parë. Ka rrëshqitur. Përveç nuk ka rrëshqitur, por mund ta mbledhë Tiranën. Mund ta mbledhë, nuk do lejoj kurrë të bëhen gjëra që mund të jenë bërë deri tani. 1 milion gjëra, nuk do pranojnë ndërhyrje, sepse dim shumë mirë që Braçe mua më kujtohet kur ishte zëvendës kryeministër që ishte periudha e zgjedhjeve, që shkonte kontrollonte nëpër dikaster kush është në punë, shkonte vetë personalisht Erion Braçe. Merrte mungesat. Po, merrte mungesat. Pra, imagjino çfarë mund të bëjë Erion Braçe në Bashkinë e Tiranës. Po, Ogerta është shumë e mirë siç the, po nuk e ka fuqinë dhe autoritetin. Ajo mund të jetë një menaxhere shumë e mirë. Menaxhere e mirë. Menaxhere i dikasteri, po, ka menaxhuar që sauton se menaxhim është, drejtoresht që sauton, është thjesht menaxhere. Po bashkia ka tjetër. Bashkia ka tjetër gjë. Ka tjetër gjë sepse ka tjetër problemi ka Dorama, Dorama. Po Rama nuk është prerur, kjo është e bukur. Po Rama në takime ka marrë Ogertën? Po pra, e ka thënë publikisht, por Rama nuk ka dalë kundër Braçës. Kundër Braçës, nuk ka dalë. Nuk e di ti e ke dëgjuar gjë kundër? Asnjëherë. Sepse edhe vetë Rama e di peshën që ka Braçë. Janë disa figura në Partinë Socialiste që rëndojnë. Jo, madje ai tha mirë bën tha Braçë del tha. Po, jo, edhe mirë e ka. Sepse ndoshta mund të prishë më shumë punë Braçës. Kështu që Braçja më mirë me ta ulën ballën çka ka Erion Braçë, se kur e pyeta këtu nuk e di e ke para të me pantonim për çfarë tha për ulën ballën. Nuk e di çfarë kam parë. Si po e drejton, edhe ai bëri, nuk tha asnjë fjalë, po bëri kokën kështu, lëvizi kokën. Po Braçja kështu do bëj për gjithë, se Braçja i tillë është. Pra nuk më habit. Nuk më habit sepse Braçja i tillë është. Braçën ti mund ta takosh rrugë edhe fillon zihesh pse e vesh kështu, kupton? Braçja është aq Braçe, është Erion Braçe. Kaq, po the Braçe ke thënë tëra. Tani turbullohen ujrat me nëse Erion Velia lirohet tani. Rama tani si unë të pyeta po i rikthem sërish. Rama tani si do e menaxhoj këtë situatë? Se aty nuk është se ka nuk do ketë kryengritje në pallat, jo. Jo. Nuk është si PD-ja, po se aty në gjithë historinë e saj ka pasur dikur PS-ja ka qenë ajo që ka pasur. Diçka porosie më dha gazetarja e emisionit. Aman të lutem tha për PD tha shkurt tha se nuk ndiqet në YouTube. Po, mirë. Ora deri këtu. Po tani çfarë ti bë? Ty të ndodh kjo te emision? Jo, më ndodh Arnald. Më ndodh. Tani këta vet nuk e kanë këtë shqetësim se kur s'ndodh asgjë, as YouTube s'ka. Problemi është thjesht Fred Lelën e kam pasur koleg, e respektoj shumë. Jo. Po dhe pjesën e PR-it, pra a folën për fugën. Pra Lela është fuga. Po Rama bën ca gjë tani kur atje s'do asgjë, ç'do bëj Lela? Po gjithmonë, pra kjo është puna, pra ti prodhon diçka. Çfarë prodhojmë ti? Ti thua me Tomo Realizoti që fol 2025-ën. Tani Tomo Realizoti është një figurë shumë e respektuar. Format intelektual, nuk mund ta themi. Nuk mund të themi që s'ka një background dhe për më tepër që është përfaqësues si një klase, do të thënë një grupi ishte përshkatuar gjyqi nga dhe ky njeri nuk flet, nuk jep asnjë mendim, nuk ka zë, nuk e ka faj Lela këtu. Çfarë thon Lela atij që to mor dil ti te thimjet e lami. Jo, patjetër, por s'ka Lela këtu. Jo, prandaj thash, pra unë e respektoj shumë këtë do të thuaj që e kam pasur koleg, e vlerësoj shumë, mund të bëj shumë gabime në drejtim, në strategjinë e tij është çështja e tij, por të do të thuaj që nuk se ka totalisht Lela në dorë. Çfarë ndodh në PD? Çfarë po ndodh asgjë? Diskutojnë apo bëjnë vetë? Jo më. Rez Prifti që ti ke pasur ka një shprehje, o janë shejtenë o janë budallënj. Budallënj nuk janë thot, Rezi për ata të PD-s. Se Rezi e njeh djathtën se është vetë i djathtë në bindje. Po dhe ai ka dhënë opsionet me të vërtet shumë interesante. Po mirë, tani si ka mundësi thimi që më demokrat në Partinë Demokratike dhe në politikën shqiptare dolën ata që dolën nga komunizmi dhe se njihnin fare demokracinë, se sa këta që janë tani që kanë diplomë në Perëndim, kanë jetuar në Perëndim dhe nuk kërkojnë demokraci. Është e mundësia, si të kesh diplomë amerikane ti dhe po të bën diploma Orland. Nuk të bën diploma. Tani
Ta themi troç. Gazetar të ka bërë diplomat apo jo? As mos ka bërë gazetar. Mundsi nuk ka ndryshon. Një njeri edukuar vetëm në shkollë është i pa edukuar, thonë amerikanët. Që nuk të bën diploma amerikane. Dhe në Partinë Demokratike, realisht Partia Demokratike ka nevojë për një shkundje. Ka nevojë për një shkundje. Këto po shkatrim edhe ringritje, sepse vetëm kështu na bën mirë ne si shoqëri. Na duhet ne si shoqëri. Edhe nëse nuk jetë votues i PD-s, i duhet për të bërë një oponent qeverisë. Se që kjo qeveri ka lëvizur shumë nga aksje dhe ka bërë shumë gjëra që nuk duheshin bërë. Për këtë vend do duhet rrimin atë për të listuar gjëra që nuk janë bërë siç duhet, se janë bërë shumë gjëra gabim të vend. Por po të kesh një opozitë të mirë përballë, të bën kontrollohesh. Ta po vazhdon pa frena. Çfarë do të thosh për këtë që kur ne gazetar bëjmë vërejtje për Partinë Demokratike, direkt thonë je Edi Rama. Ty të ka ndodhur? Po patjetër. Je Edi Ramës. Po je të ka shit, je të ka blerë Edi Rama. Patronazhist. Po. Tani, se na thon pse merren për D, nuk merren me PS-n. Tani, unë e them gjithmonë që të humbasësh besimin tek qeveria është më së normale. Është më së normale se normal. Ty nuk pëlqen, nuk e do të humbasësh besimin në qeveria. Po mos kesh shpresë as te opozita, kjo është vrasare pastaj. Sepse dikush thotë, "Ok, unë nuk e dua më Partitë Socialiste, nuk do votoj më Edi Ramën, do votoj Partinë Demokratike." Po shikoj ku Partia Demokratike ndjes. Ndërkohë kemi në zhvillim, jo, ende nuk kemi zhvillim. Okej, se po, edhe më atë po ndiqja. Se jemi në pritje të vendimit të gjykatës së lartë. Pra, kur humbet besimi edhe tek opozita, kjo është pasazh për të vënë kujin. Sepse thonë njerëzit po ikin nga Shqipëria për shkak të Ramës. Jo, po ikin për shkak të Ramës dhe Berishës. Ramës, Berishës, Metës. Pra, Berisha pse nuk ikën? Po Berisha, pse tiki Berisha? Po se kjo teoria që do të mbroj familjen, mua s'm del llogarit. Pse të iki? Pse të iki? Më thuajti mua, pse të iki? Se është 82 vjeç. Ai tha pra 95 vjeç. Po unë vazhdoj tha 95 vjeç. Pse të iki? Por sa ka njerëzit që e rrethojnë Berishën, i thon ti do jesh, ti je njëshi, ti je më i miri, ti je lideri, ti ne pa ty nuk bëjmë dot asgjë. Do thon Partia Demokratike e deputetëve. Ose ka sa kryesisë vogël. Që kryesisë deputet pra ata, deputet janë tërë ata. Po. 50 deputet, kjo është Partia Demokratike. Po. Por ta thash, Berisha nuk ka pse të ikë, por sa kohë që gjithë njerëzit që i rrin rrotull janë njerëz që me drejt ai ka zgjedhur, i ka promovuar, i ka çuar deri aty dhe kjo është ata do jemi minjos për jetën Berishës. Po për sa kohë këta njerëz nuk e kuptojnë që me këtë formë që po drejtohet sot PD-ja është shumë e vështirë të arrihet fitoria e zgjedhjeve, ata janë përgjegjës, nuk është Berisha përgjegjës. Janë përgjegjës ata, jo Berisha. Patjetër. Grupi parlamentar. Kryesia vogël. Po mirë, them grupi unë sepse fuqia është te grupi aty. Dgjoj, për të çdo gjë dhe ti besoj një Berishën, Berisha është kandidat që dëgjon. Pavarësisht se në fund si ke informacion, ka qenë ndonjë deputet, ndonjë afër të ty thotë doktor Boll. Nuk besoj. Jo. Keni informacion? Jo. Nuk e kam si informacion, po edhe nuk e besoj sa ke thënë. Po pra, s'ka askënd. Jo, pra askush, sepse ata dëgjoj. Edhe ti je në opozitë është pushteti i madh. Nuk është pak. Do të dhe madje ne pagojmë taksa dhe për opozitën. Po patjetër. $1 milion, $1 milion, $1 milion euro fondi që merr opozita, do të jesh opozitës është pushtet. Në vitin zgjedhor. Kështu që ata personat janë okay në gjën e tyre. Ndoshta nuk kanë ambicie për të bërë ministër, ndoshta nuk kanë ambicie për të qenë në qeveri. Janë okay, janë komod me të gjën. Thimi, sa vjet ke gazetar? Unë kam filluar gazetarin Roland në 6 janar 2009, në gazetën me që përmende Libertas. Libertas, shumë interesante. Ka qenë Blendi Gonxhi atëherë. Shumë interesante. Me Platorin e Sturin, Xhamil Xhanin që kanë mendë sot. Glantina Nasin, shumë simpatik. Anila Priftit, kam pas shefe të kronikës. Nila Priftin. Dhe pastaj kalove në Top Channel. Jo, kam pas eksperiencë në gazeta, kam qenë të Libertasit, më mbyll më pas, ti di si isha në periudhën atëherë. Më pas kalova tek Standard me profesor Saminezën. Më pas tek Albania me Albert Gjoko. Më pas kam punuar tek Mapo. Që kur hap Mapo deri në një periudhë caktuar, më pas kalova tek Gazeta Shqiptare. Dhe nga Gazeta Shqiptare pastaj bëra lëvizjen në televizion. Kam filluar tek AS-ja, ish Alcati. Po, AS-ja, pastaj Top Channel, pastaj Vizion, News, Vizion, Top News, Euronews. Shumë pas ke lëvizur. Kam lëvizur po. Por ama nuk e dua, të them realisht nuk e dua studion. Pra domethënë këtë punë që terrenin. Jo, nuk e dua studion, dua terrenin.
Tepër terrenin pra. Ato e dua. Tani pyetja ime, si ka ndryshuar, si është sot media? Më thuaj diçka, se ti ke goxha. Tani unë dihem shumë i vogël para ti Roland, se nuk mund t'i jap unë këtë Jo, mendim. ti ke 17 vjet gazetar. Mirë, po prap e vogël. Roland, përpara teje, padyshim unë një kam porule përpara teje për punën që ti ke bërë shumë më shumë përpara se unë të filloja punë. Kështu që ti e di shumë më mirë se unë se si është sot gazetë. Mua më merr malli për gazetën Roland. Edhe mungon gazeta. Më mungon. Është gazeta në gjithë botën e tjetër. Tani mos më bëj sikur s'mungon aty. Jo. Mos bëj Tani sikur transformimet, dakor, po transformimet kështu kanë ndodhur dhe jo, kur patjetër. shpik radio, televizion. Tani unë them, nuk po them që duhet gazetë, mua më mungon them. Më mungon gazeta sepse është emocioni. Dhe po bol flisim pak më parë punën e Menabove që çonin në 11 natës, e historia që ti ende nuk e di çfarë do ndoste dhe bëhet 2-3 variante. Kështu që por të mungon sepse ishte tjetër kohë kur ti të nesër mëngjes ti çohesh me plot kuriozitet për të parë çfarë kishte bërë kolegu ose kundërshtari jot, në thonjza i gazetës tjetër. Si është sot sektori i kronikës zezë, sepse ti ke punuar vetë në këtë Po, dhe dëgjoj, kronika zezë për fatin e keq, do të thojë unë vijon ndiqet shumë nga shqiptarët. Them për fatin e keq sepse nuk do doja shumë, nuk do doja kur të ishe kjo. Nëse bashkë do flasim për kronikë ne, jam i sigurt që do kesh shumë viewers në YouTube. Nëse do flasim ne të dy për ekonomi, që është një gjë që prek xhepat tonë, s'do kesh fare. Prandaj them për fatin e keq, sepse është edukuar keq shikuesi. po. Fajin ndoshta e kemi edhe ne, jo ndoshta po ne e kemi. Dhe ti kur fton gazetarët për kronikën e zezë dhe të kronikës zezë, Po patjetër, ose kur bën tema kronike, kështu domethënë është shikueshmëria shumë e lartë. po vetë si funksionon sot kronika e zezë në krahasim me 10-15 vjet para? Sot është më e thjeshtë. Ti e di shumë mirë se ke qenë. Pse është më e thjeshtë? Po sepse kolegët tanë rrinë tek spaku aty, me gjithë respektin se i du fort, edhe kameramanët dhe kolegët, po ishte tjetër kohë atëherë kur ti ndodhe një vrasje, ti duhet shkoje, me kishe vetëm një aparat, se në 2009 prapë me aparat ka qenë, nuk kanë qenë telefonat siç janë tashmë që i kesh çdo gjë këtu dhe mbaron punë. Ka pasur emocionat, ka qenë gazeteria vërtet. Tani nuk duhet të bëj unë nostalgjikun, ose të them unë sa i lashtë jam, por le të themi 2009-2013 që unë kam punuar në gazetë për 4 vjet, pastaj kalova në televizion. Bëshe gazari më cilësore, bëshe më cilësore gazaria se ç'bëhet tani. Pra, ti shkoje vet, e prekje vet. Kurse tani ty të vjen një video, çon një video, ka ndodhur një aksident ose një vrasje. Ti shikon nga video dhe nuk shkon atje sepse ke këtu. Ti mund shkosh mbas gjysmore për të bërë një raportim një gjë. Kurse atko duhet shkoje vet, të flisje me dëshmitarët, të bëje diçka. Unë mbaj mend. Kam qenë shumë pak metra larg kur u vra Franc Konomi tek Pazari i Ri. Te Pazari i Ri. Po, unë mbuloja gjykatën, po duke shkuar tek gjykata e krimeve të rënda që është e treni. Pas ka raportuar një nga ngjarjet më të rënda që. Jo, kam qenë ishte diku te 20 minuta më mbrapa sepse dëgjuam krisma dhe lëvizëm, pasi tregonte një histori tjetër, po me këto. Pra, dhe ti rastisht je aty dhe bën fotografi, mbulon një ngjarje që realisht është historike, ose unë për shumë të kujtoj një ngjarje shumë të rëndë, ishte ngjarja masakra e Durrësit me 4 policë vrarë në 7 gusht 2009. Ne ishim ulur unë, Etleva Delia, Det Gila, të gjithë janë kolegë të kronikës dhe nuk e mbaj mend kush tjetër. Ishim ulur sepse ndjes pas Artan Cuku sapo ishte martuar. Dhe ne kishim mbledhur Artan Cuku, ishte drejtori ka qenë nën drejtor se ka qenë Tonin Voca i drejtor në atë periudhë dhe Artan Cuku që nuk është më, sapo ishte martuar dhe na do na që raste ne kolegët dhe ishim ulur në një lokal që ti e di shumë mirë s'po e përmend emrin, te drejtoria e policisë Tiranës. Dhe në një moment ndjes pas Cukut i bie telefoni dhe ne po vjonim muhabetet për qefin ton dhe pam që u vren çik fytyrë. Edhe pam Cuk çka not, asgjë. Dhe vazhduam bisedën, muhabete pim, mbas 10 minutash i bie pra telefoni dhe Cuku ndryshoi komplet pamje, pra më të errët se çe kishte. Dhe tha, më falni se duhet lëviz. Okej, ne vazhduam pim to, ishte diku ora 1-2 diçka e tillë, mos gaboj. Se cilën nga ne pasaj, sa atëherë nuk ishte, imagjino 2009 nuk ishte shtrije siç është tashmë, që ke në rrjetet sociale gjithçka. Dhe shkojmë në redaksi, vetëm kur shumë redaksi, kur hapim televizionin, shohim masakër, ka të vrarë, dhe menjëherë duke folur me kolegët e kuptuam që çfarë kishte ndodhur në momentin që Artan Cuku u çua me fytyrën komplet ndryshuar për atë çfarë kishte ndodhur
në Durrës. Në Durrës. Kështu që pra janë këto momente lanë që të bëjnë të ndryshosh edhe qasjen që ti ke për gazarinë, sepse janë se gjë që ti Kam një prekën. pyetje për pjesën e kronikës, me që Po. ti ke qenë gazetar kronike. Ke marrë ndonjëherë lajm nga një person të inkriminuar? Po patjetër më lënë. Po. Dgjoj. Ne jo lajm, sensi informacion. Informacion. Po patjetër, A informacion. është normale kjo? Dgjoj, po është normal, për mua është. Ta them pse. Pse? Sepse çdo gazetar nuk ka vetëm një burim. Duhet të kesh burimet e tua dhe duhet ti kryqëzosh informacionet. Asnjë gazetar i mirë në Shqipëri dhe në botë nuk ka burim vetëm policin. Duhet të ketë burim edhe palën tjetër. Për të kryqëzuar informacionet dhe për të pasur të vërtetën. Pra, ai mund të thotë një eksponent i krimit mund të thotë që kjo është kështu. Policia thotë është kështu, pastaj ti do gjesh një tret për të vërtetuar kush është e vërteta. Për shembull, unë kam pasur kontakte me Alket Rizaj në Burg. Që ku ishte në Burg, atëherë në 2010-11 mos gaboj, që bëri tentativën, jo aratisjen, në Greqi, posta aratisjes, unë flisem atë ndërkohë që gjithë Greqia dhe Shqipëria thoshte bombë ka Alket Rizaj, më duke qenë rrolla, nuk kam bombë thoshte. Kupton? Kam një kot, një gjë që po bëj sikur është bombë, që donte aratisje të vinte në Shqipëri. Patjetër pra që duhet sepse ti kupton dhe anën tjetër. Pra, ndonjëherë ne lëm me vedi që të bëjmë sikur na përdorin. Sepse informacioni që ne duam është ndoshta më A tentojnë ata të përdorin gazetarët e Kronikës së Zezë? patjetër. Tentojnë. E kanë arritur në Shqipëri? Po mund të kenë arritur, po patjetër, edhe kanë arritur. Edhe kanë arritur. Po edhe me mua mund të kenë arritur. Unë them që jo. Por ata mund S'kam parë ndonjë lajm nga ty që të kuptoj që Jo. Flas, në periudhën kur mbuloja Kronikën e Zezë, edhe mund të kenë arritur sepse ti e merr të mirëqen ato gjën që thon ata pa verifikuar dhe pa e çuar. Ndodh, nuk është fundi i botës. Ndodh që grupet caktuara mund të përdorin media për të çuar një mesazh që ata duan. Thimi, më mirë gazetari i Kronikës së Zezë apo i politikës? Kronikës. Kronikës. Gjithjetër. Politika është shumë e mërzitshme. Je dakord? Gazetarët e Kronikës janë më të mirë se gazetarët e politikës? Në terren po. Në terren. Po. Pse? Ose të paktën flas edhe tani. Krijojnë disa shqisa ata, por edhe kultura juridike. Po, është e vërtetë tani. Krijojnë disa shqisa që si kanë gazetarët e tjerë. Tani ti ke bërë vetë kronikën e politikën, kështu që më thuaj edhe vetë. Kanë gazetarët e Është të jep vetë fusha, vetë sektor të jep ca ndjesi, ca gjëra, ca mënyra për të parë gjërat për te asaj çfarë shihet. Politika është shumë e mërzitshme. Është shumë mërzitshme se do merresh padyshim jo çfarë bëri filani, çfarë vendosën këta, çfarë përfitet për pas. Tepër që për shembull një reporter që mbulon në qeverinë, duhet gjej disa gjëra që si thot qeveria. Një reporter që mbulon PD-n, duhet thot disa gjëra që si thot zyrtarisht. Pastaj ne kemi edhe sot dhe reporter se dikur mbulohesh dhe presidenca, se s'ka gazetar që mbulojnë presidencën. Çfarë mbulosh presidencën? Me gjithë respekt. Jo te Euronews e mbulon. Jo, patjetër, po unë për shkakun kur fillova të mbuloja politikën, unë kisha Ministrinë e Jashtme dhe Presidencën e institucione që kanë pasur, pra që kanë mbuluar kur kalova nga kronika në. Po sepse kishin goxha aktivitet. Po patjetër, unë mbaj mend Ilir Meta në Vision Plus, kam qenë në Vision Plus atëherë. Unë kisha arritur të siguroj të gjithë letërkëmbimi mes 10.000 pushatet e Ilir Metës për marrëveshjen e detit. Për plasja e madhe që ndodhi atëherë. Dhe ky ishte lajmi numër 1. Po, pjesa e grupit të negociator pse refuzohej, unë kisha siguruar nga burimet e mia. Atëherë kishte për te çdo gjëje Ilir Meta ka qenë një president. Tash mos më vjen as pak mirë, le ta them paraprakisht, më vjen as pak mirë për atkënd që është në burg, por nëse ka bërë diçka le të përgjigjet por ta themi si është vërtet, ka qenë një president atipik dhe president që i dha pesh pak asaj godine që ishte thjesht në atëherë. Ishte një pol politik. Po. Do thënë që po pra, dhe prandaj them që ishte më interesante ajo periudhë atëherë sepse kishte zhvillime jo vetëm politike, por kishte intervistuar një herë presidentin tani? Unë kam intervistuar, po. Unë kam një fort me Ilir Metën. Tani jo. Unë po them presidenta një herë për Ilir Metën. Aha, jo, ndjes jo. Se 5 intervista ka dhënë. Po jo, pse? Për çfarë? Me gjithë respektin për presidentin e Republikës, për çfarë? Për çfarë të intervjuon presidentin? Më thuaj. Ti për çfarë do ta pyesi? Nëse ta kishe përballë. Për çfarë ta pyesi? Çfarë ka bërë presidenti i Republikës në këtë periudhë që ty të ka ngelur mendja Roland? Asgjë. Okej. Asgjë. Kështu që tani, si jemi në pjesën e fundit, Thimi, bëj një parashikim si do jetë vendimi i gjykatës? Nuk e bëj dot. Nuk e kam për, jo, nuk është. Po mirë, kush do fitoj kampionatin botror? Unë jam pushim se unë jam me Italinë.
Si ju ndërprisin transmetim do merrni vetëm me sport? Jo, jam pushim thash si tifoz. Si tifoz, jam pushim këtë vit do bëhem me Kuraçan. Ti je me Italinë? Po pra, si ka mundsi Italia? Si Ja. ka mundsi më? Po ore, si hoqën Iglitaren, më thuj diçka se po. ta prestem, më thuj diçka për Iglitaren. Jo, me Iglitar, dëgjoj, unë jam Ajo fotoja që kishe marrë atë qesën me fanellën e Milanit. Unë para pak ditësh kisha Gianluca Di Marzon, që është një nga gazetarët Ndoqa, shumë interesante. Gianluca është një nga gazetarët më të njohur të sportit itali. Pra, është ai dhe Fabrizio. Të janë dy figurat, por Gianluca Di Marzio është shumë i vjetër dhe është nga personalitetet më të njohura të sportit në Itali. Dhe kur e pyetja për Maranin, për trajnerin Maran, e pyetja edhe për Iglitaren, tha, nëse Tare do iki, pra ende nuk ishte ndarë ajo, tha, nuk do iki për shkaqet e tija, për shkaq se ka bërë punë të keqe ose nuk ka performuar siç duhet, por për shkaqet e brendshme të Milanit. Dhe doli që ishte gjithë historia e me Ishte puç ndaj Iglitares? Për sa kohë Ibrahimovic, që është ai që zgjedh gjithë ta, nuk iku. Jo, se unë mora vesh këtë që disa futbollistë kur filluan këto 4-5 ndeshjet e fundit, i lan ndeshjet, jo i lan kuptimin i shitëm, po nuk patën impenjim. Nuk patën impenjim të pikërisht sepse Ibrahimovic u kishte thënë që do të shesi Tare. Në fund të sezonit ti do shesi. Pikërisht ishte gjithë kjo lëvizje. Po, patjetër. Puç nga Ibrahimovic. Do Ibrahimovic i bëri puç Iglitares. Po, sepse Ibrahimovic është aksioner. Pra përveç se është drejtor teknik, nuk e di çfarë. Se ka aksione? Po, te kompani, sepse Milani zotrohet nga një kompani. Po, Redbird, që janë amerikane nga to fondet. Dhe Zlatan ka 1% diçka, 1% e modeste, por është aksioner te Redbird. Kështu që prandaj nuk ikën ai. Kjo është gjithë historia e tij. Keqardhje e madhe ti që Iglitare për shembull është një personalitet dhe personazh që ka ngritur shumë lart emrin e sportit në Shqipëri, për fatin e keq ti sporti që ti futbolli që ne po shohim çfarë propozon, unë jam tifoz, shkoj në stadium, shkoj në gjithë ndeshjet e Partizanit, jam tifoz e Partizanit, nuk e kam demonstruar këtë gjë. Marr dhe timbir gjithmonë në stadium, djalin e madh, por në 3 ndeshjet e fundit të kampionatit timbir po thoshte, "Bab, do ikim në stadium, se ne çdo të shtunë kur luan te Partizani këtu, ne shkonim në stadium." Ne thash, "Jo, bab, nuk do ikim." Nuk mund të thuaj timbiri që ndeshjet janë rregulluar dhe sepse do të zhbëj aty. Të shitura? Jo të shitura, po janë të vendosura. Si të vendosur? Unë jam trajneri, unë jam presidenti i X klubit, ti je presidenti i X klubit. Ty të duhet fitoria se do shpëtohesh nga rënia e kategorisë, mua s'më duhet dhe bëjmë dealin. Dhe i them, nuk i thash timbiri që bab, nuk do ikim se do të zhbëja gjithë ato mitin për futbollin. Thash, "Jo, bab, se kam punë." Dhe i evitova ndeshjet e fundit kampionatit, të cilat për fatin e keq 3 javë të fundit dolën si mos më keq, për mos i zhbërë ati mitin e futbollit. Po thoja, në këtë futbollin ton kaq shqiptarçe, Iglitare është akoma, patyshim drita e një shpresë që mund të ndriçoj për ndryshimin e futbollit në Shqipëri, futbollit në Shqipëri, jo futbollit shqiptar, që ti bëjmë ndarjet. Futbollit në Shqipëri kategorisë superiore. Keq për Silvinën që iku? Jo. Po me trajnerin e ri ke pritshmëri? Jo. Si Debiazin duket muaj. Këtë doja. Unë përveç Di Marcios interesova edhe 2 gazetarë tjerë italian. Një nga Brescia, ku Maran ka trajnuar, dhe një nga Bari. Rolando, po. Adashi jot. Rolando Maran ka trajnuar në Brescia dhe në Bari. Dhe të dyta kolegë gazetarë italian, si mora për të pasur se nuk e njeh fare si personazh, më bën një profil që është pak a shumë si Debiazi, pra një stil Debiazit, jo karizmatik si Silvino që ishte latin, ky është pak, se është nga trendo, është më shumë gjerman, kupton, është nga kufi me gjermanin, kështu që po kështu është, më thonë, domethënë ka disiplinë, kërkon disiplinë taktike, po, kryesisht në mbrojtje, tipik për skuadrat të vogla, sukses me skuadrat të vogla. Po, pra ne jemi skuadër e vogël, mos na gënjejmë mendje që jemi skuadër e madhe, kështu që Broja është i djegur përfundimisht? Nuk e di. Unë dëgjoj, ishe në tribunë më ndeshjen e fundit. Jo, po unë s'e kam kuptuar pse kanë thirrur Brojan. Edhe Silvinho pse thiri, duke lënë jashtë shumë figura tjera që ti ke lexuar çmimin tim, shpëtoni futbollistin Broja? Po. Broja nuk e ka të keqe nga vetë. Nga vetë, nuk e ka askush. Jo, vetë dhe familja, domethënë. Dhe familja. Patjetër, sepse ata familja është ajo që menaxhon. Menaxher na çon Shqipërinë botror. Po pra. Dhe dëm më të madh po ja pas ka ngrit në xhiro Po pra. Po të gjithë po ja bëjnë të keqen Broja, se Broja është një djalë shumë i mirë, shumë i talentuar, shumë punëtor, por ai ka problemet
në psikologjike më shumë se fizike, që cilën pas ndikojnë edhe te gjendja fizike e brojës. Po bota që mbushur plot me talente, po ata që kanë disiplinë fitojnë. Po. Thimi, kemi ardhur në fund të kësaj, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Presim vendimin e gjykatës së lartë. Jemi në pritje. Jemi në pritje, e presim. Një parashikim s'na bëra. Jo, thuaj një. Nuk ka thënë 1x, 2x. Jo, realisht, nuk e kam për të kursyer. Them realisht, nëse do analizojmë, nëse do marrim versionin e juristëve, me ndryshimet që janë bërë, pra unë po citoj çfarë më kanë thënë në studio. Po. Juristët më kanë thënë që lirohet. Po citoj juristët që më kanë thënë në studio. Nëse do nëse do marrim eksponentë e Partisë Demokratike që më kanë ardhur në studio, po citoj ata. Po ata? Thonë që do lirohet sepse gjithë kjo gjë u bë për liruar veli, për liruar veli. Ndërkohë që juristët thonë, është shumë mirë që është bërë. Është shumë mirë që është bërë sepse kur ne kemi ngritur zërin për masë të sigurisë, ti besoj ke pas shumë avokatë që kanë shprehur kritika. Ne kemi vite që e ngrem zërin. Okej, u bë tani, u bë për këtë qëllim apo jo, në cika që të paktën mund të ndryshojë diçka. Edhe për qytetarët e thjeshtë. Edhe për qytetarët e thjeshtë, për qytetarët e thjeshtë. Kështu që nëse realisht kjo gjë ka shumë ndodhi vetëm kur u ndodhi qytetarëve jo të thjeshtë. Jo të thjeshtë, pikërisht. Avokatët thonë ne kemi vite që ngrem zërin, pse burg. Tani që ndodhi, le të ndodhi thonë ata. Thimi Somarxhit, falenderoj shumë. Erlan Çafoku, shumë faleminderit. Falenderoj dhe Institucioni Monetar Manigrama Kinvest për sponsorizimin që bën emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur tashmë, trasero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kudo. Nga unë Erlan Çafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me Manigram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me Manigram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me Manigram në aplikacionin e reja.